mbaron operacionin e evakuimit të personave në vendin e Gjenogjallës. Ka grupi i tyçi për Renet të qarkut Fierit që kanë qenë gjatë gjithë kohës pranë skuadrave të emergjencave civile dhe të forcave të armatosura dhe të pushtetit vendor, prefekturës, deputetëve dhe kujdo tjetër që ka qenë këtu. Jemi në, ta quajmë, në për një stat përmirësimit të situatës, pasi Lumi Seman është kthyer në shtratin e tij. Sigurisht këtu jemi shumë afër hidrovorit dhe kjo është një zonë ku vazhdon të ketë prezencë të ujit. E rëndësishme është që 20 banesa që janë prekur, asnjë nga qytetarët nuk është dëmtuar, është bërë evakuimi plot të gjithë banorëve të zonës. Kishim para pak orësh një situatë me 2 barinj të cilët nuk arrinim t'i kontaktonim, megjithatë ata janë gjetur, janë të sigurt, gjithçka është zhvilluar nën mbikëqyrjen e forcave të emergjencave civile, por edhe të gjithë grupeve tjera. Forcat e armatosura kanë pas një rol të jashtëzakonshëm në gjithë këto ditë vështira dhe sfiduese, pothuajse në të gjithë vendin. Nga ana tjetër, nuk parashikohet në 2-3 ditë në vazhdim që të ketë rreshje dhe kjo do jetë koha për të rikuperuar edhe dëmtimet që kanë ndodhur në argjinatura. Ishte para pak po diskutonim me inxhinierët e bordit për sa i përket bordit kullimit, pra për sa i përket kësaj situate. Gjithsecili është në pozicionin e vet në krye të detyrës, duke ju përgjigjur kërkesave të qytetarëve. Duhet që të bëjmë me dije që të gjithë ata banorë të zonave të përmbytura që kanë nevojë për mbështetje për sa i përket ushqimit të baktive, të kontaktojnë menjëherë me pushtetin vendor, pasi janë në dispozicion nga rezervat e shtetit gjithçka që mund t'i vinë në ndihmë, qoftë për nevojat personale, por edhe për ushqimin e baktive. Ndaj ne jemi në terren gjatë gjithë kohës, skuadrat janë këtu, do të vazhdojmë deri në përmirësimin total të kushteve. Duhet të them për sa i përket kaskadës Devollit, është e rëndësishme kjo për t'u thënë, duke qenë se ndikimi i asaj kaskade vjen këtu në Lumin Seman, që shkarkimet janë ulur në kuotën minimale, janë më të ulta se prurjet që ka kaskada në këto momente. Kompania Shtatkraft na është përgjigjur thirrjes tonë pikërisht për t'i ulur sa më shumë shkarkimet dhe për të pasur një menaxhim të mirë, ashtu siç kemi bërë me kaskadën e Drinit. Kaskada e Drinit është menaxhuar në mënyrën më të mirë, duke minimizuar përmbytjet në fushë Shkodër. E njëjta gjë ka ndodhur edhe me kaskadën e Devollit. Tani do të na duhet që të bëjmë të gjithë riparimet e duhura, do na duhet që të bëjmë vlerësimin e dëmeve, ashtu siç e kemi thënë, siç e ka thënë kryeministri Rama, dhe çka është më e rëndësishme, më pas në një mënyrë të drejtë me të gjitha grupet e ngritura nga bashkitë e zonave të prekur, nga emergjenca civile, t'ja dalim për të bërë një shpërndarje të kompensimit që do të jetë ekuivalent i një skeme e cila po ndërtohet nga Ministria e Financave dhe Ministria e Bujqësisë, si për banorët që janë prekur banesat, ashtu edhe për dëmet që kanë ndodhur në përsera apo tokat bujqësore. Ndërkohë një dëm i tillë Emanet. Atëherë kemi dëmtime, se çarja argjinature është pak fjalë më e madhe se ç'duhet në këtë rast. Kemi dëmtime të argjinaturës së Semanit, padyshim do duhen riparimet të menjëhershme që do të bëhen, siç e dëgjuat se ju ishit këtu me mua, nga inxhinierët e bordit kullimit, që do bëhen në orët në vazhdim, sapo të ketë rënje të nivelit të ujit, dhe më pas do të ketë ndërhyrje akoma më të thella për të përforcuar të gjitha argjinaturat që janë prekur për shkak të këtyre vërshimeve. Unë nuk e di nëse është hera e parë që janë kaq shumë vërshimet apo jo, por megjithatë është e rëndësishme që të thuhet që janë identifikuar pikat problematike, të cilat do të riparohen menjëherë. Shumë faleminderit. Lajmi mirë është që u gjetën 2 barit. Po sapo kontaktuam, bile kanë dalë nga zona e izoluar ku janë, pjesa e derdhjes, kanë rreth 200 bakti, lop. Komunikuam drejt për zëredin me ta, komunikuam fillimisht nëpërmjet dronit edhe të koordinatave dhe lokacionit që dhanë. Janë të sigurt, nuk ka asnjë problemi, qoftë për ta, qoftë edhe për bakti. Tashmë do të suportojmë edhe në bazë ushqimore, pasi kanë bazë vështirësi për shkak të prezencës së ujit në gjithë zonën që ta bëjnë mbashtrimin e baktive.